unë pata dhe një takim me artistët e rinj në fakultet, sa ishte mbushur salla plot, dhe sa dashuri, sa energji, ku do t'i çojmë këta artist. Duhet t'ju hapim dyert, dhe dyert e një teatri janë dyert e shpirtit. Kështu që unë vi si artiste, por edhe me një detyrim shpirtëror, Kosova të ketë shtëpinë e operës, teatrin e operës, ku të gjithë artistët kanë të ardhmen e tyre. Ermonela Ajaho ka dëshmuar që përmes fuqisë ose mishërimit të fuqisë artit të saj, ka t'i kalu kufit, ka bashku njerëzit. Ka kaq shumë dashuri, ka kaq shumë profesionalitet, ka kaq shumë energji pozitive, cilësia është rritur, dhe ky koncert e ka treguar programi, punën që kemi bërë të gjithë, që meritojnë, mendoj për mendimin tim, meritojnë atë shtëpinë, ku t'japin më të mirën, ajo shtëpia operistike që do na e kishte zili e gjithë bota, pse jo, një shtëpi operistike që do kurorëzonte, pse jo, dhe kulturën e Kosovës. Një shtëpi operistike ku do mblidhte gjithë këta talente, unë pata dhe një takim me artistët e rinj në fakultet, sa ishte mbushur salla plot, dhe sa dashuri, sa energji, ku do t'i çojmë këta artist. Duhet t'ju hapim dyert, dhe dyert e një teatri janë dyert e shpirtit. Kështu që unë vi si artiste, por edhe me një detyrim shpirtëror, moral, dhe një detyrim patriotik për të shtyrë të gjithë së bashku, pse jo të ngrehim zërin të gjithë së bashku që ta bëjmë të mundur që kjo shtëpi operistike të ndërtohet, sepse është e domosdoshme. Ne kemi parë që shqiptarët janë në gjendje të bëjnë gjithçka, janë njerëzit më të aftë për tu përshtatur me rregullat e çdo lloj shteti. Ne kemi yje që zhndrisin në çdo fushë të jetës. Dhe nuk zhdrisim dot në shtëpinë tonë, kjo nuk mund të jetë më e kuptueshme për mua. Dhe këtë e them si njeri që ka drejtuar institucione, njeri që ka luftuar për institucionet, si njeri që do vazhdoj të luftoj sepse janë disa gjëra që bëjmë pjesë tek idealet, jo tek pushteti. Dhe idealin e kemi të gjithë, që ju lutem, përveç sa eksperiencë të mrekullueshme që për herë të parë jetoj në jetën time, sepse Ermonelën e kam pas në teatr, por nuk kam luajtur asnjëherë si instrumentiste, dhe është një gjë unike. Hajdeni të shihoni këtë udhim që do të jetë një udhim që do ngelet brenda shpirtit tuaj. Do të jetë një udhim i cili me të vërtet do mendoni që pse se kemi bërë më përpara këtë gjë. Kosova të ketë shtëpinë e operës, teatrin e operës, ku të gjithë artistët kanë të ardhmen e tyre. Nuk është me det në 2025-ën që fëmijët tanë të marrin valigjen dhe të bëjnë atë që kemi bërë edhe unë si Ermonela në 93-shin. Ermonela na ka jap një mësim tjetër, edhe një kthejs tjetër, jo vetëm për komunitetin, po për gjithë shoqërinë tonë. Për institucionin e operës së Kosovës, natyrisht po e marr drejtën edhe të flas për Filharmoninë e Kosovës. Ky është një moment historik. Ardha e Ermonelës është një moment historik dhe këtu nuk po flas vetëm për institucionet ose komunitetin artistik, po edhe në cilësinë e qytetarës, për gjithë qytetarët e Kosovës. Ermonela Ajaho nuk është edhe nuk prezanton vetëm një emër të madh botror. Ermonela Ajaho ka dëshmuar që përmes fuqisë ose mishërimit të fuqisë artit të saj, ka t'i kalu kufit, ka bashku njerëzit dhe këtë po e bën edhe tek ne.